رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në vazhdim më konkretisht të playlistës mbi intervistat bashkohore. Jemi akoma më konkretisht në vazhdim të intervistave të Dr. Andreas Krieg në një emision tjetër kësaj radhe mbas serisë së parë me 2 intervista të cilën e kemi kryer tashmë. Dhe pa humbur kohë, pika e parë për sot thot: intervistuesi i emisionit në YouTube Unapologetic, pra dikush që nuk ndihet fajtor ose nuk kërkon falje, prezanton të ftuarin e tij të ditës, Dr. Andreas Krieg, për të diskutuar rreth temës me titull Not Just Sudan, How the UAE Wrecked Libya, Yemen and Egypt. Pra jo vetëm Sudani, si Emiratet e Bashkuara Arabe kanë rrënuar Libin, Yemenin dhe Egjiptin. Pika 2. Dr. Andreas Krieg është një akademik dhe analist i sigurisë dhe gjeopolitikës, i lidhur kryesisht me King's College London, pra Kolegjin e Mbretit në Londër, dhe me studimet mbi lindjen e mesme. Këtë prezantime kemi bërë edhe tek intervistat e mëparshme që kemi përmbledhur në gjuhën shqipe të këtij analisti dhe është e njëjta pikë. Pika 3. Intervistuesi vën në dukje që i ftuari trajton shpesh tema që lidhen me veprimtarinë e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe e pyet se nga fillon historia. Pika 4. Përgjigjet se historia fillon që nga mesi i viteve 2000, kur ata kanë filluar të dallohen si një lojtar i ri në skenën e gjeopolitikës. Pika 5. Ngritja e tyre lidhet kryesisht me ata që njihen si Beni Fatima ose vëllezërit Zayed, që gëzojnë pozicionet më kyçe në menaxhimin e vendit. Pika 6. Gradualisht ata janë kthyer në një lojtar rajonal, ndonse jo me shumë popullsi apo GDP apo sipërfaqe, por se kanë ditur ta kthejnë pasurinë e madhe që kanë në fuqi dhe ndikim nëpër botë. Pika 7. Personalisht mendoj se ja kalojnë Izraelit në këtë aspekt. Kurse unë personalisht nuk mendoj se ja kalojnë Izraelit, ose mund të themi që ja kalojnë Izraelit si entitet, por jo sektit që ka shpikur dhe që ka mbrojtur dhe që ka ndihmuar Izraelin gjatë gjithë kësaj kohe, domethënë sektit sionist. Pika 8. E pyet intervistuesi se përse ky vend kaq tërheqës, me ndërtesat e tij të larta dhe në pamje të parë i perëndimizuar, pra që ndjek modelin perëndimor, ka kaluar nga faza e bukurisë në fazën e rrezikshmërisë. Ndërkohë që ne dimë që edhe perëndimi me politikat e veta, e theksojmë këtu ndarjen ndërmjet popullatës dhe politikës, me politikat e veta është shumë i rrezikshëm. Ka qenë historikisht i rrezikshëm për pothuajse gjithë pjesët e tjera të botës. Kështu që nuk është diçka e pazakonshme që dhe një vend i vogël si Emiratet të mund të bëhet i tillë pavarësisht bukurisë së brendshme që mund të gëzojnë në disa aspekte. Pika 9. Përgjigjet se nëse i pyet ata drejt për këtë, përgjigjen se është e gjitha çështje sigurie dhe qëndrueshmërie, mirë po kjo duket e çuditshme, kur pastaj shikon pasojat që kanë ndërhyrjet e Emirateve në Libi, Yemen, Sudan e tjerë. Pika 10. Ata e vlerësojnë gjithë situatën rajonale në një këndvështrim inferioriteti sigurie për regjimin në Abu Dhabi, veçanërisht në raport me zhvillimet që solli pranvera arabe. Pra thjesht kanë frikë se mund t'i iki pushtetin nga duart. Pika 11. Katari ndërkohë e ka parë gjithë këtë në këndvështrim totalisht të kundërt me Emiratet, pra jo si kërcënim, por si një mundësi. Pika 12. Emiratet frikësohen shumë nga shoqëria civile,
sepse u duket sikur ajo mund të jetë një piknisje për ndonjë revolucion, ndaj ata përpiqen ta godasin që në fazat e para çdo gjë që duket sikur mund t'u prishi punë, qoftë edhe në një të ardhme të largët, për shembull, mbledhjet në xhami, liria e mendimit, shpreha e lirë në media e tjerë. Emiratet mund të duken në pamje të parë si një shtet musliman, po faktikisht janë një shtet antimusliman nëse i shikon veprimet e tyre në përgjithësi. Pika 13. Do tregon që pamja e jashtme gënjen jo vetëm tek individët në disa raste, por edhe tek shtetet gjithashtu. Pika 13. Këtë dukuri luftimi të shoqërisë civile e kanë zhvilluar si fillim në Abu Dhabi, pastaj në 6 emiratet e tjera të vendit, pastaj në për rajon. Pika 14. Në kohën e ndërhyrjes së NATO-s në Libi, momenti i parë kur Emirateve dhe Katarit ju kërkua nga ana e Shteteve të Bashkuara dhe Europës të merrnin pjesë në këtë lëvizje. Pra ky që momenti i parë kur ju kërkua atyre një gjë e tillë, përpara kësaj nuk u ishte kërkuar ndonjëherë. Përpara kësaj thjesht kanë ndënjur brenda territorit të tyre pa u ndjer pak a shumë në gjeopolitikën rajonale. Pika 15. Kur filloi pranvera arabe, askush nuk mendonte se do të kishte Islami politik një rol kaq me peshë në zhvillimet e ngjarjeve nga ana e atyre organizatave të cilat përbënin të vetmen opozitë reale në gjithë ato shtete ku ndodhen ngjarjet. Pika 16. Emiratet shikonin te Katari një konkurrent, si konkurrencat e vjetra mes fisëve, që kush do të kishte më shumë ndikim. Për këtë mentalitetin beduin, ata e shfaqin në shumë gjëra, në këtë pikë që po përmendim dhe në të tjera që kemi përmendur në videot e tjera. Pika 17. Kjo pasi Katari kishte vendosur që më herët lidhje me grupe të ndryshme nëpër botën arabe, të cilat patën rol në revolucionet që ndodhen në veri të Afrikës dhe veçanërisht me vëllazërinë muslimane. Pika 18. Kur Mohamed Morsi, kandidati i vëllazërisë muslimane, fitoi zgjedhjet për president në Egjipt, kjo u pa si një rrezik i madh për ndryshim regjimin e Emirate, për shkak të rrjetit të gjerë që kishte formuar organizata nëpër botën islame, ndërkohë që Egjipti konsideroi përherë si vendi më i madh prej vendeve arabe. Pika 19. Emiratet tashmë janë vendi i cili më së shumti nga të gjithë lufton me vëllazërinë muslimane dhe i etiketon gjithë njerëzit që nuk i pëlqejnë si pjesë e kësaj organizate, një lloj siç vepron Izraeli me kundërshtarët e vet, që i quajnë të gjithë Hamas. Këtë kemi përmendur në përmbledhjen e kaluar, për këtë arsye nuk po zgjerohemi më tepër. Pika 20. Kur vëllazëria muslimane mori pushtetin në Egjipt, nuk arriti dot për një kohë të shkurtër të përmirësonte të gjitha problemet që kishte vendi. Pika 21. Kjo bëri që një pjesë e njerëzve të ndjenin pa kënaqësi që kishin dalë në rrugë për të protestuar për ardhjen e kësaj qeverie, e cila nuk po ishte sipas tyre në lartësinë e duhur. Pika 22. Kjo bëri që të shfaqeshin disa grupe të vogla liberale, laike, të cilat filluan të propagandonin kundër vëllazërisë muslimane dhe Emiratet i mbështetën ato, ndërsa derisa u kthyen në lëvizje të mëdha të afta për të organizuar protesta masive kundër qeverisë së Morsit. E vërteta është që shumë prej këtyre lëvizjeve liberale janë shpesh goxha më tepër diktatoriale sesa vetë diktaturat që pretendojnë se i kundërshtojnë. Pika 23. Dhe Egjipti është një shembull shumë i mirë për këtë. Pika 23. Kjo bëri që të krijojë preteksti për grushtin ushtarak të Sisit. Abdul Fattah el-Sisi është presidenti aktual i Egjiptit, i cili ka ardhur me forcë në pushtet mbasi rrëzoi kundërshtarin e tij Morsin, të cilin sapo e përmendëm. Pika 24. Pakësimi i veprimtarisë së Katarit mbas trashëgimit të drejtimit të vendit luajti gjithashtu një rol në rajon. Pika 25. Kjo bëri që Emiratet të kuptonin potencialin e tyre të ndikimit në rajon edhe përtej për masave të tyre të vogla. Pika 26. E pyet intervistuesi nëse mundeshin realisht Emiratet të grumbullonin 3 milion njerëz në protestë në Kairo kundër qeverisë,
apo kjo ka ndodhur edhe me ndonjë ndërhyrje nga ana e Saudisë dhe Izraelit? Pika 27. Përgjigjet se gradualisht amerikanët në atë kohë kanë qenë duke menduar tërheqjen nga lindja e mesme për t'u përqendruar në lindjen e largët kundër Kinës që po rritej. Pika 28. Administrata Obama ende nuk kishte një vizion të qartë të asaj se si do të duhej të menaxhoheshin gjërat dhe do të mbushej boshllëku që mund të krijojë nga rënja e qeverive në botën arabe. Pika 29. Kështu që gradualisht ata dëshironin t'u akalonin partnerëve të tyre rajonal këtë përgjegjësi, kryesisht Saudisë, Katarit dhe Emirateve. Pika 30. Emiratet ndërkohë e kishin vizionin gati, rrjetin e lidhjeve gati dhe sigurisht shumë figura të korruptuara brenda qeverisë dhe ushtrisë egjiptiane ndikuan në suksesin e tyre. Ky ka qenë faktikisht faktori kryesor që e ka bërë të dështojë vëllazëria muslimane mbas përpjekjeve të para që ka bërë për ta përmirësuar vendin dhe njëkohësisht që të ketë sukses krahu i tyre kundërshtar. Pika 31. Po ashtu edhe Izraeli ka qenë gjithmonë i frikësuar nga shoqëritë civile në botën islame dhe me siguri ka luajtur rol në këto kundër revolucione, por se Emiratet kanë pasur rolin kryesor. Pika 32. Modeli që rezultoi i suksesshëm në Egjipt u aplikua një vit më vonë në Libi, ku u arrit një rezultat më i vogël sepse u morë nën kontroll përmes Haftarit vetëm gjysma lindore e vendit, më e pasura, ama aty Emiratet gëzojnë tashmë një prezencë që është vështirë të shkulet. Ne kemi përmendur më herët që mënyra të vepruarit e Emirateve ka qenë e tillë që i ka mjaftuar qoftë edhe një territor i vogël, nëse jo i gjithë shteti, një territor i coptuar, por ku të kenë pushtet të plot më shumë se sa një territor i madh ku të kenë pushtet të pjesshëm. Ndërkohë, këndvështrimin e kundërt ka pasur Saudia dhe Katari në aspektin e ndikimit gjeopolitik rajonal. Pika 33. E pyet intervistuesi se si mund të kishte qenë situata në Egjipt nëse vëllazëria muslimane do të kishte vazhduar të ishte ende në pushtet. Pika 34. Përgjigjet se nuk është e mundur ta dim dhe ndoshta do të mund të kishte bërë gabime të ngjashme me karakter diktatorial si qeveria e mëparshme. Pika 35. Ata kanë pasur historikisht problemin e të qenët të persekutuar si opozitë dhe kur erdhën në pushtet kishin akoma atë paranojen që do të mund të rrëzoheshin nga kundërshtarët. Pika 36. Kjo i shtyu të kryenin një proces pastrimi nëpër institucionet e inteligjencës dhe ushtrisë, kryesisht që ndoshta nuk ishte më demokratiku i mundshëm. Ka për qëllim që kanë bërë disa gabime të cilat i bënin dhe kundërshtarët e tyre, por se kjo do parë me raste konkrete se ku është gabim dhe ku nuk është gabim, se një pjesë e pastrimit mund të jetë me individ që realisht duheshin pastruar nga këto pozicione, dhe ndoshta mund të ketë edhe individ që janë pastruar padrejtisht. Në atë rast kuptohet që një gjë e tillë konsiderohet gabim. Pika 37. Megjithatë, thotë, mendoi që do të kishte më tepër dialog, liri shprehje dhe ndërveprim në krahasim me qeverinë aktuale. Kjo faktikisht nuk ka dyshim. Pika 38. Ndoshta demokracitë liberale nuk janë forma më e përshtatshme e qeverisjes aktualisht për ato lloj vendesh. Madje për mendimin tim nuk janë forma më e përshtatshme as për vendet perëndimore, por se në këtë rast jemi duke folur për vendet e lindjes së mesme. Pika 39. Mbase ndonjë model republike monarkike mund të përshtatej më shumë të paktën si një fazë tranzicioni. Pika 40. Ndërkohë revolucionet dhe tranzicionet politike janë gjithmonë të çrregullta dhe është e vështirë të bësh parashikime të sakta për rezultatet që priten. Pika 41. Edhe në Libi mund të thuhet pak a shumë e njëjta gjë. Pika 42. Ndërkohë regjimi i Sisit apo Haftarit është totalisht diktatorial dhe vetëm në shërbim të sigurisë së tyre dhe rrethit të tyre. Ne lutem Allahun që ta përmirësojë gjendjen e popujve musliman për të cilët jemi duke folur, ashtu si edhe të popujve të tjerë gjithashtu, të cilët janë duke hasur vështirësi të mëdha me qeverisjet thellësisht të padrejta, të cilat po bëjnë
gjëra që as nuk mund të imagjinohen në shumë raste. Pika 43. I kërkon intervistuesit të përshkruajnë modelin e punës që Emiratet kanë përdorur në Libi me Haftarin me hollësitë përkatëse. Pika 44. Përgjigjet se është pak a shumë e njëjta gjë si Egjipti. Veç se Libia s'ka pasur aq shumë nevojë për para, sepse gjeneron edhe vetë mjaftueshëm, ama Emiratet kanë ndihmuar dhe akoma më shumë kanë ndihmuar me rrjetin e tyre të lidhjeve. Pika 45. Emiratet sjellin ushtar nga Afrika subsahariane për të luftuar për Haftarin, të cilët shërbejnë si shumë brigada të vogla, të stërvitura dhe të furnizuara nga Emiratet për të ruajtur monopolin e pushtetit në Libinë lindore. Pika 46. Ata gjithashtu e kanë lidhur Haftarin me Rusinë, që më pas shërbeu si lidhje për të futur Wagnerin në 2019 në Libi. Pika 47. Këto brigada kanë tentuar të marrin edhe kryeqytetin, Tripolin, ku kanë dështuar fatmirësisht për Libinë, se nëse do ta merrnin, edhe Perëndimi do ta njihte Haftarin si udhëheqësin e ligjshëm të vendit, bazuar mbi këndvështrimin pragmatik. Pra, thjesht e pranojmë realitetin sepse s'kemi çfarë t'i bëjmë me këtë lloj këndvështrimi. Pika 48. Ndërkohë Libia perëndimore është shumë më tolerante ndaj mendimit ndryshe dhe është njëkohësisht e njohur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara si qeveria e ligjshme e Libisë. Pika 49. Në të nuk i ke tërkohën shërbimet informative duke gjurmuar bisedat e njerëzve dhe duke dënuar kundërshtarët e regjimit, dhe as nuk ke Medkhalit si një gardë pretoriane që ruan diktatorin siç është në Libinë lindore. Për çështjen e Medkhalive kemi folur edhe në përmbledhjen e kaluar, po ashtu kemi folur edhe në raste të tjera, qoftë në kanal ose qoftë në mësimdhënien e përditshme, dhe mendojmë që e kemi mbuluar mjaftueshëm për fazën që jemi problematikën e tyre, ndoshta në të ardhmen do ta mbulojmë akoma me më shumë detaje në rast se do të jetë e nevojshme. Pika 50. E pyet intervistuesi për Yemenin. Pika 51. Përgjigjet se Yemeni si territor është i përbërë nga disa rajone gjeografike me veçori shumë të ndryshme nga njëra tjetra, veriu me male, pjesa bregdetare, Hadrameuti, ngushtica e Babul Mandeb e tjerë. Pika 52. Gjithashtu secili rajon karakterizohet nga popullsi me veçori të ndryshme, si mbështetësit e vllazërisë muslimane, Huthët shiit, socialistët e tjerë. Pika 53. Për këtë arsye është goxha e vështirë që të sigurohet qëndrueshmëri për Yemenin, dhe madje ai ka qenë i ndarë në 2 shtete deri dikur, veri dhe jug. Pika 53. Pika 54. Vëllazëria muslimane ka gëzuar deri diku pozitë të kënaqshme në Yemen, por më pas janë fuqizuar Huthët dhe tani po ka përplasje ndërmjet të gjitha grupeve. Pika 55. Emiratet si gjithmonë janë treguar shumë të shkafët për të shfrytëzuar boshllëqet që kanë gjetur nga ndikimet e vendeve të tjera dhe të njëjtën gjë kanë bërë edhe në Sudan. Pika 56. Ndërkohë në Yemen Huthët janë forcuar shumë dhe janë bërë të famshëm për shkak të bllokadës detare që zhvilluan kundër Izraelit në kohën e tufanit Aksa. Tu duhet të theksojmë që Huthët fillimisht kanë qenë disa fise shiite të cilat kanë qenë ideologjikisht kundërshtare me qeverinë e mëhershme të Yemenit, e cila ishte lidhur me vëllazërinë muslimane, dhe në atë kohë qeveria saudite i ka ndihmuar shumë Huthët, i ka fuqizuar, nëse ishin shiit, i ka fuqizuar në mënyrë që të luftonin kundër një rreziku tjetër që konsideronte Arabia Saudite si të rrezikshëm, që ishte pra vëllazëria muslimane. Mirë, po në momentin që Huthët arritën një farë suksesi, ata u bën të tillë që nuk mund t'i kontrollonte dot më. Dhe tani po pretendon të luftojë dhe i ka luftuar realisht, pavarësisht se nuk ka fituar akoma, po lufton ata të cilët dije faktikisht i kanë ndihmuar. Dhe kjo lloj gjëje domethënë nuk është diçka e re, sepse këtë gjë edhe aleatët e Saudisë, siç është rasti i amerikanëve, e kanë aplikuar për shembull me Afganistanin. Në fillim i kanë ndihmuar mujahidinët të luftojnë kundër rusëve,
dhe më pas i kanë shpallur terroristë dhe kanë filluar t'i luftojnë vetë. Pra, ky është thjesht një skenar i cili përsëritet dhe kjo tregon që ka disa prapaskena të përbashkëta ndërmjet politikës amerikane dhe politikës saudite gjithashtu. Pavarësisht se në të dyja rastet popujt nuk janë domosdoshmërisht në atë linjë në të cilën është politika. Më pas, pika 57. Projekti i Emirateve në Yemen bie ndesh me projektin e Saudisë, sepse Saudia dëshiron të ketë ndikim mbi Yemenin, por duke qenë ai një shtet i bashkuar, kurse Emiratet duan ta ndajnë dhe ta kontrollojnë plotësisht një pjesë. Pika 58. Sauditët janë të gatshëm edhe të ulen të flasin me Huthut për të ardhmen e Yemenit, me kusht që të jetë i bashkuar, kurse Huthut refuzojnë, ndërsa Emiratet faktikisht e drejtojnë destabilizimin e Yemenit, ndonse mediat në perëndim zakonisht paraqesin Saudin sikur po e drejton atë. Pra faktikisht më shumë probleme po krijojnë Emiratet në Yemen sesa Saudia që pretendohet sipas këtyre mediave. Pika 59. Ndonse të dyja palët po krijojnë probleme dhe nuk mbështesin asnjërin as tjetrën në këtë veprimtari, madje personalisht më ka ardhur jashtëmas e keq dhe më tingëllonte jashtëmas e keq kur dëgjoja fetvat për të shkuar në luftë të disa prej dietarëve në Arabi Saudite në Yemen, ndërkohë që Palestina po digjej nga krau tjetër dhe për Palestinën nuk flitej fare. Pra kjo për mua personalisht konsiderohet një lloj katastrofe që nuk di se si t'ia vë emrin ndryshe. Më pas, pika 59, e pyet intervistuesi për Sudanin, duke theksuar që kohën e kanë shumë të kufizuar dhe duan të cekin shumë tema. Pika 60, përgjigjet se në Sudan Emiratet po mbështesin RSF-n e Hamidit, e cila është pak a shumë si STC-ja e Yemenit, dhe ata po investojnë fuqishëm te nxjerrja dhe tregtimi i arit përmes Dubait. Pika 61, aktualisht Sudani është një nga vendet më të pasura me flori dhe shumica e floririt të Sudanit është duke u eksportuar ligjërisht ose jo ligjërisht në Emirate dhe nga aty për në tregun botëror. Pika 62, lidhjet e Emirateve me Hamidin janë shumë më të vjetra se sa rënja e Omar Beshirit dhe ata e kanë mirë përgatitur terrenin për shumë kohë. Pra, ne përpiqemi nëpërmjet përmbledhjeve të këtyre intervistave që po trajtojmë që të mbulojmë sa më shumë tema prej atyre që kanë të bëjnë me ndikimin e Emirateve në lindjen e mesme, për të cilat ka folur shpesh ky analist, për të vazhduar më pas në një moment tjetër me tema të tjera që kanë lidhje gjithashtu me vendet e tjera të lindjes së mesme, inshallah. Kthehemi pas një shkëputje të gjatë, duke ju kërkuar hallallin për shkëputjen. Vazhdojmë me pikën e radhës. Pika 63 thot, mund të themi që RSF-ja është një e keqja më e madhe ndërmjet dy të këqijave, sepse njëkohësisht edhe Safja e Burhanit nuk është qelibar. Pra kur flasim për situatën në lidhje me konfliktin që po ndodh aktualisht në Sudan, nuk kemi të bëjmë me një të mirë dhe një të keqe sipas këndvështrimit të analistit, por kemi të bëjmë me dy të këqija, njëra më e madhe se sa tjetra. Pika 64. Emiratet janë bërë gjithashtu mbështetësi kryesor i Wagnerit, dhe Wagneri është një lloj shërbimi privat pak a shumë sigurie, i cili është në shërbim të Rusisë dhe është aktiv kryesisht në zonat e Afrikës aktualisht. Pra grup mercenarësh që paguhen për punën që bëjnë dhe jo ushtri e mirëfillt shtetërore. Pika 65. Ata marrin arin nga Sudani dhe u dërgojnë armët. Pra bëhet fjalë për Emiratet në rastin konkret. Pika 66. Ndërkohë duket sikur nuk bëhet merak, sikur askush nuk bëhet merak për Sudanin. Ne njerëzit e thjesht padyshim që bëhemi merak, por këtu analisti nuk kupton nivelin politik të gjërave. Pika 67. Edhe në kohën e Covidit, kur të gjithë e kishin mendjen te karantina, mbi 60 aeroplan me armë kanë shkuar nga Emiratet në Libi dhe një pjesë e tyre kanë kaluar përmes Çadit në Sudan. Kam dëgjuar edhe nga emisione të tjera gjithashtu që Çadi është shumë aktiv në krijimin e trazirave nëpërmjet këtyre aktiviteteve therta
ndonë se jo komandues e tyre, por si një vegël që përdoret nga të tjerët, ama ndikon për keq në shumë vende komshie të Afrikës. Pika 68. Emiratet tashmë janë bërë pak a shumë si monopol për kompani sigurie, mercenar, armë, tregti të jashtëligjshme e tjerë. Pika 69. E pyet intervistuesi se sa shkatrues ka qenë ndikimi i Emiratas për Sudanin. Pra, Emiratet kanë krijuar një urrëti shumë të madhe tek shumë prej popujve të Afrikës përmes këtyre aktiviteteve që po kryejnë. Pika 70. Përgjigjet se ka qenë jashtë mase shumë dhe se revolucioni mund të kishte marrë një drejtim komplet tjetër në rast të kundërt, ndoshta duke sjellë edhe një qeveri civile deri në momentin që flasim për Sudanin. Ky është thjesht opinion personal i analistit, sepse askush nuk ka mundësi ta di saktësisht se çfarë do të kishte ndodhur në rast të mungesës së kësaj ndërhyrje. Pika 71. E gjithë fushata genocidiale në Sudan është bërë e mundur vetëm si rrjedhojë e mbështetjes emiratase për grupet që folëm. Pra ata mbajnë një përgjegjësi shumë të madhe në lidhje me krimet që po ndodhin aktualisht në Sudan, edhe pse mund të pretendojnë gojarisht sikur janë të lartë. Pika 72. Mund të thuhet madje që RSF-ja tashmë është një ushtri e mirë përgatitur teknologjikisht, edhe me dronë bashkohor dhe kapacitete që shpesh i kalojnë ato të ushtrisë së shtetit të Sudanit. Pra gjitha si rrjedhojë e kësaj mbështetje. Në fundit sot, pavarësisht numrit apo disa elementeve që më përpara kanë pasur vlerë në histori, sot aktualisht ka vlerë më shumë përgatitja teknologjike dhe po ashtu edhe investimi ekonomik në çështjet ushtarake. Pika 73. E pyet intervistuesi se si mund të përfundojë kjo gjendje për Sudanin. Pika 74. Përgjigjet se Emiratasit janë njerëz me karakter pak më të ndryshëm se sa arabët e tjerë, sidomos të Khalixhit, sepse janë më pak të qytetëruar, më të egër, më pak të prirur për të pranuar gabime dhe me mentalitet më beduin. Pra këto tiparet e beduinit lënë gjurmë edhe kur largohet një grup njerëzish nga jeta e beduinit, siç e shohim në rastin konkret. Pika 75. Pra nuk është gjë e lehtë që të ndryshohet mentaliteti, edhe nëse ndryshojnë aspektet materiale të jetës. Pika 75. Rrjedhimisht vetëm Amerika mund ta ndalojë këtë, sepse Emiratet nuk tërhiqen nga diku derisa dikush t'i përzër, përndryshe nuk pranojnë negociata. Pika 76. Amerika për momentin akoma nuk ka vendosur të ndërhyjë, për arsye se Emiratet u premtojnë atyre që do të harrien disa objektiva dhe më pas do të bëhet paqe. Pika 77. E pyet intervistuesi për aleancat e mundshme të Emirateve dhe për marrëdhëniet e tyre me Izraelin. Kjo është një pikë e dobët e cila është në vëmendje të madhe në botën islame. Pika 78. Përgjigjet se lidhja mes tyre është goxha më e vjetër se sa çështja e akordeve abrahamike. Pika 79. Ata i friksohen shumë çështjes palestineze dhe mund të thuhet që edhe nëse nuk janë kundër saj, të paktën nuk janë mbështetës së saj. Pika 80. Ata gjithashtu janë shumë të interesuar për teknologjinë e spionimit izraelit. Pika 81. Ata nuk e ruajnë dot diktaturën e tyre pa teknologjinë izraelite të testuar mbi palestinezët, ndërsa izraelitët kanë nevojë për paratë emiratase dhe rrjetin e tyre për të depërtuar nëpër territore ku nuk mendonin se do të arrinin mjaftueshëm pa ata. Pra kanë nevojë për njëri tjetrin dhe po e shfrytëzojnë njëri tjetrin. Pika 82. Ata janë të vetëdijshëm se kjo marrëdhënie shihet me sy të keq brenda vendit dhe botërisht dhe kanë vështirësi për të ruajtur ekuilibrat edhe brenda. Pika 83. E pyet intervistuesi për marrëdhënien mes Egjiptit dhe Emirateve. Pika 84. Përgjigjet se Egjipti tashmë është kthyer pak a shumë në një shtet servil, pasi Emiratet e kanë mbështetur shumë Sisin dhe vazhdojnë ta mbështesin, por në nivel rajonal Emiratet janë kundër Egjiptit në pothuajse çdo gjë. Pika 85. Pra thjesht është çështje personale e pushtetarëve dhe jo çështje marrëdhënieve ndërshtetërore. Ata fusin miliarda në ekonominë egjiptiane, për të cilat padyshim Sisi ka shumë nevojë, por ndërkohë janë me Haftarin në Libi, i cili përbën kërcënim për Egjiptin perëndimor, janë me Etiopinë në jug, e cila i bën presion në Egjiptit me çështjen e bllokimit të Nilit,
janë me RSF në Sudan, e cila është kundërshtare e aleatëve egjiptian të SAF-s, dhe janë me Izraelin në lindje, i cili përbën një kërcënim gjithnjë e në rritje për sigurinë egjiptiane, duke filluar nga Sinai. Pika 86. Emiratet gjithashtu nuk bien dakord me amerikanët në disa gjëra, dhe ata kanë krijuar lidhje me rusët, me kinezët dhe me aktorë jo shtetëror nëpër Afrikë, të cilët amerikanët nuk i pëlqejnë. Pika 87. Shikoni se sa shumë elemente ka gjeopolitika botërore. Ndonjëherë mund të mendosh që e kupton një çështje mjaftueshëm dhe mund të rezultojë që nuk e ke kuptuar mjaftueshëm për arsye se s'ke marrë në konsiderat disa faktorë që nuk i ke ditur akoma. Pika 87. Megjithatë, Trump është i interesuar thjesht për të thënë që e mbylli luftën në Sudan ose të realizojë diçka tjetër të mirë për imazhin e vet në politikën e brendshme. Si puna e investimeve të vendeve arabe në Amerikë dhe Emiratet kanë aftësi t'ia japin atij këtë. Pika 88. Nga ana tjetër, Emiratet nuk i përfillin shumë shtetet e Europës, sepse i shikojnë pak a shumë si në të njëjtin nivel me veten, madje edhe më poshtë në disa aspekte. Për shembull, Europa aktualisht është në krizë energjetike në një farë aspekti, ndërkohë që vendet e lindjes së mesme, dhe nëse nuk janë fuqi të mëdha, ama nuk e njohin krizën energjetike. Ndonse në shumë gjëra tjera janë më të dobët. Pika 89. Ata janë vende me fuqi ose të vogël ose mesatare dhe kanë shumë nevojë për energji, pra vendet e Europës, gjë të cilën Emiratet mund t'ua ofrojnë dhe gjithashtu për shumë investime, gjë të cilën sërish Emiratet mund t'ua ofrojnë. Pika 90. E pyet intervistuesi se a ka ndonjë ndikim genocidi në Gaza mbi Emiratet, përveç faktit që i krijon imazh të keq, megjithse duket në pamje të parë sikur nuk ka, dhe me që Emiratet janë vendi numër 1 prej vendeve arabe që mbështesin Izraelin, dhe menjëherë mbas tyre ndoshta vjen Maroku. Pika 91. Përgjigjet se akordet abrahamike janë komplet në funksion të Izraelit dhe as pak në funksion të Palestinës. Akordet abrahamike pretendojnë që do t'i japin zgjidhje dhe drejtim përfundimtar çështjes së konfliktit midis Izraelit dhe Palestinës, dhe pretendojnë në pamje të parë sikur do t'i zgjidhin problemet dhe do t'i japin të drejtën e vet të dyja palëve, ndërkohë që faktikisht janë totalisht në favor të njërës palë dhe totalisht kundër tjetrës. Pra pretendimi është vetëm formal, sepse realiteti është krejt gjë tjetër. Pika 92. Emiratet e kanë përdorur këtë kartë për të përfituar mbështetjen e lobit izraelit AIPAC në Amerikë, në mënyrë që të mos kritikohen më shumë nga ç'duhet për marrëdhëniet e tyre me Rusinë dhe Kinën që po intensifikohen. Pika 93. Ata kanë vendosur një vit të kuqe për Izraelin, që është aneksimi i bregut perëndimor, por Izraeli realisht e ka aneksuar atë pavarësisht se jo në letër. Pika 94. Ky qëndrim i tyre nuk është i dobishëm as për qëndrueshmërinë rajonale, pavarësisht nëse themi që ata nuk e duan Palestinën. Pika 95. Në fillim atyre u erdhi mirë që të mund të dobësojë Hamasi, Hizbullahi, Huthët dhe Irani, por Izraeli është i pakontrollueshëm dhe po i sulmon të gjithë komshinjtë, si Gazën, bregun perëndimor, Libanin, Sirinë, Katarin, Irakun, Tunizinë, Yemenin, Iranin dhe kërcënon gjithashtu për Turqinë. Faktikisht, nga këto vende, ato që kanë vujtur më së shumti nga genocidi izraelit dhe nga krimet e sionistëve, janë padyshim rripi i Gazës, dhe menjëherë mbas rripit të Gazës mund të themi që vjen Libani, në aspektin e shkatrimit të madh dhe gjendjes së rëndë humanitare që është realizuar në këto vende. Pastaj vijnë vendet e tjera, duke përfshirë edhe Iranin, domethënë që ka hyrë në një luftë pothuajse totale me kundërshtarët e vet, ndërsa vendet e tjera janë goditur pak më rrallë, por faktikisht gjendja është më e vështirë në bregun perëndimor nga të gjitha këto, sepse në bregun perëndimor nuk ka një rezistencë që të jetë e aftë që të kryejë një sasi mbrojtje dhe një sasi
sulmi kundrejt sionistëve në të gjitha rastet që ata kryejnë agresion kundrejt popullsisë civile. Pra në Bregun Perëndimor ata kanë mundësi dhe janë duke bërë faktikisht, që janë duke bërë gjitha llojet e mundshme të padrejtësive ndaj palestinezëve dhe nuk ka se kush të luftojë për t'i mbrojtur palestinezët dhe çdo gjë që ka të bëjë me ta. Kurse në rripin e Gazës është e vërtetë që gjendja shumë e vështirë, mirë po Hamasi po kryen një detyrë të madhe duke e mbrojtur popullsinë me ato mundësi të kufizuara që ka, që janë vërtet mundësi tepër të kufizuara, ama me ato mundësi tepër të kufizuara i ka shkaktuar dëme jashtëzakonisht të konsiderueshme ushtrisë kundërshtare. Dhe për këtë gjë domethënë japim notën 10 padyshim dhe i admirojmë jo vetëm ne, por i admiron bota për nga aspekti strategjik dhe ushtarak që ata kanë realizuar me mjetet e pakta. Mund të themi që ajo lloj rezistence e ka tejkaluar rezistencën që kanë bërë vietnamezët kundër amerikanëve në shekullin e kaluar, pavarësisht se në thelb taktikat janë të ngjashme. Më pas pika 96. Emiratet mburren të paktën me ndihmat humanitare që po dërgojnë në Gaza, por kjo prap ka në prapavi marrëdhënien e ngushtë që ata kanë me Izraelin, gjë e cila mundëson lejimin e hyrjes së ndihmave të tyre në rrip, ndërkohë që pengohen të tjerat. Pika 97, fjala ime, ata kanë çuar në Gaza kryesisht gjëra që nuk u bëjnë dobi banorëve të Gazës. Pra këtë e them unë bazuar mbi informacione dhe lajme të tjera që kemi hasur në burime të tjera për kësaj interviste. Për shembull, edhe këta dhe Saudia gjithashtu kanë dërguar shumë qefin, ndërkohë që kjo nuk ka qenë gjëja më urgjente për banorët e Gazës, sepse njerëzit e gjallë prej tyre kanë pasur më shumë nevojë për gjërat e të gjallëve sesa për gjërat e të vdekurve, ndonse të dyja gjërat duhen. Në të njëjtën kohë ka pasur ushqime të cilat kanë qenë të papërdorshme për shkak të afateve të skadencës, dhe gjithashtu ka pasur edhe tenda për refugjatët, domethënë që kanë lëvizur dhe që janë prishur shtëpitë, të cilat kanë qenë aq të dobta saqë nuk i rezistonin dot as stuhive më të lehta që ndodhin në atë zonë, dhe jo më të kryen funksion për t'i strehuar banorët në stinët e ndryshme të vitit. Pra, kjo ka qenë një gjë tepër negative për imazhin e këtyre vendeve dhe numër 1 sërish këtu janë Emiratet, kështu që mund të themi që nuk kanë bërë gjë tjetër veç se kanë ndihmuar sa për sy e faqe, ndërkohë që ndihma reale është dhënë nga popujt e tjerë për Palestinën. Më pas, pika 98. E pyet intervistuesi se cili është pozicioni i Amerikës në lidhje me sjelljen e Emirateve. Pika 99. Përgjigjet se ka qëndrime të ndryshme brenda Amerikës lidhur me këtë, sepse zyrtarisht tek institucionet shtetërore kjo gjë prish punë dhe shqetëson Amerikën. Pika 100. Megjithatë, Izraeli ndikon në Amerikë me lobin e vet dhe organizata jo zyrtare dhe kanë pasur shumë sukses që të arrijnë ndikim të madh te politika amerikane. Pika 101. Emiratet gjithashtu po e shfrytëzojnë këtë linjën e Deep State në Amerikë për qëllimet e veta. Pika 102. Ndryshimi midis vendeve arabe dhe Izraelit në Amerikë është që Izraeli vetëm merr nga Amerika, ndërsa vendet arabe marrin dhe japin. Faktikisht vendet arabe më shumë japin sesa marrin, kurse pushtetarët e vendeve arabe më shumë marrin sesa japin. Më pas pika 103. Mund të thuhet tashmë që Izraeli vetëm po i prish punë Amerikës, ndryshe nga vendet arabe dhe nuk përbën më një përfaqësues të realizimit të interesave amerikane në lindjen e mesme. Dhe për këtë fjali bie dakord edhe unë personalisht dhe shumë analistë të tjerë me çfarë kam dëgjuar. Pika 104. Këtë rrëmuj që Amerika e lejon të krijohet në rajon nga mungesa e vullnetit të vet për të ndërhyrë, nuk dëshirojmë që ta plotësojë as Irani dhe as Emiratet. Pika 105. Vendet e Gadishullit Arabik kanë filluar të angazhohen secila nga pak në çështjet rajonale, ndërkohë për Emiratet një pengesë shumë e madhe në projektet e veta përbën qëndrimi i Katarit, i cili është kundërshtues në shumë gjëra. Pika 106. E pyet intervistuesi se si mendon që do të jetë marrëdhënia Saudi-Emirate në 2040 ose 2050. Për sa i përket çështjes së Katarit, unë e vlerësoj Katarin në shumë
në shumë qëndrime ose në shumë veprime që ka bërë, nëse mund të ketë nga ana tjetër edhe gjëra të kritikueshme, ndërkohë që rasti i Emirateve është që kemi të bëjmë me një errësirë pothuajse totale. Kështu që ato janë shumë të ndryshme nga njëra tjetra dhe pse janë të dyja vende të ngjashme me njëra tjetrën në shumë aspekte. Pika 107. Përparimi i Emirateve, mentaliteti i tyre dhe rrethanat e Saudisë e bëjnë situatën të tillë që ata të mos përputhen në shumë gjëra. Pika 108. Mendoj se ndoshta tani ka një mundësi të lëvizi, sidomos me ndikim politik, sidomos lidhur me Palestinën, bashkangjitur edhe me ndikimin mediatik në vend, mund t'i konkurrojë dhe t'i rivalizojë për një farë kohe Emiratet. Pra ky është fundi i intervistës dhe unë bie dakord me këtë opinion që është shprehur në këtë pikë dhe mendoj që Saudia po jep disa shenja, ndonse jo shenja shumë të theksuara, që sikur po merr një drejtim tjetër në krahasim me atë që ka pasur në kohët e fundit. Ndoshta dhe Muhammed ibn Salman personalisht po merr një farë drejtimi tjetër. Megjithatë, kjo është diçka që mbetet për tu parë, sepse deri tani reformat e tij në Arabinë Saudite kanë qenë negative për vendin, të paktën ato në aspektin fetar, dhe ngelet për tu parë nëse do të ketë një përmirësim në vazhdim apo jo. Ne lutim Allahun që të ketë një përmirësim. Madje lutim Allahun që të përmirësohet i gjithë ummeti dhe i gjithë rajoni i atyshëm dhe gjithashtu të përmirësohet edhe gjithë pjesa tjetër e njerëzimit që është duke vuajtur nga sionistët dhe nga ushtarët e sionismit. Këtu ne mbyllim videon e sotshme duke i kujtuar shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like dhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. رحمن ساعدني